Për të diskutuar më shumë në lidhje mbi zhvillimet e aktualitetit në vend, do të zhvilloj një bisedë në këto momente me avokat Sajmir Vishën. Avokat, përshëndetje, mirë se erdhe. Zoti Visha, si e pat deklaratën e ministrit Lamallari, i cili pranoi se ka raste që policia ka dekonspiruar punën e SPAK-ut? Ishe rasti parë ku një ministër i kësaj qeverie foli hap, ndërkohë që kam mbi 13 vjetë që policia ka ikur poshtë e më poshtë, dhe më thënë, që ose ne do përmëndim atë fjallën e rend, ku është raporti midis të drejtave të njeriut dhe shtetit, ky raport është prishur, dhe më thënë, fjalla rend nuk ekziston më. Për aq kohë sa kemi shumë polica të arestuar, kemi shumë punojës policie të implikuar, kemi shumë punojës policie të cilët janë futur vetëm me një qëllim që të fitojnë dhe kjo nuk është policia e shtetit. Kjo ka ardhur dhe si pasojë e ndërimit të shpeshtë shefave, drejtorave të policisë së qarkut, mbasë pse jo dhe drejtorave të përgjithshëm. Duhet mbahet mend që në çdo një vit apo 2 vjet ndrohet një drejtor i përgjithshëm. Imagjino që 2-3 herë në vit ndryshohen drejtorët e policisë së qarkut, shefa komisariati, inspektorët e zonave, asa se cili nuk njeh zonën, nuk njeh elementi keqbërës, për të cilin ka mënyra për ta mbajtur në mbikëqyrje. Prandaj themi ne që ka 13 vjet nuk është tani kjo situatë. Kjo është një situatë e vetë shpallur nga qeveria, duron edhe e shpalli, ku ka rrjedhje informacioni, ndërkohë që rrjedhjet e informacionit u pa që në momentin kur lindi SPAK-u, ku SPAK-u fillimisht jo vetëm ju kryua një strukturë e posaçme që është BKE-ja, që duhet të bashkëpunonte patjetër me BKE-n, por kishte detyrim të bashkëpunonte edhe me policinë e rendit. Po kur pa që shumë aksione filluan të shkonin në përshpia policët e BKE-s dhe vetë SPAK-u dhe nuk gjenin asnjë njeri, atëherë diçka nuk shkonte. Kjo tregonte që rrite informacioni. Ose për të arrestuar një ministër në zyrë, ministri më përpara kishte 3-4 ditë i ikur nga territori i Republikës së Shqipërisë, ndërkohë që informacioni i rrjedhur dyshohet që ishte vetëm nga Ministria e Brendshme ose Drejtoria e Përgjithshme e Policisë. Kjo ka qenë e mjerueshme dhe shqyr zoti që nuk janë vrarë shumë polica, por janë bërë pjesë me krimin, sepse në rast se ata do bënin punën e tyre dhe informacionet që japin shokët e tyre kundra policisë së shtetit, gjendja do të ishte alarmante. Në rast si konkret, kemi një polici për të cilët unë e them me bindje që polici që ka qenë në punë, ka dalë si pasojë e pushimit të padrejt nga ana e prorëve, ka parë jetën civile dhe është rikthyer prapë, i shtyr zemra. Dhe policit po është shtyr zemra nuk të punon më. Sa do t'i rritësh rrogën, sa do t'i premtosh që do t'a çosh shef komisariati, ai do hyj vetëm për lek. Kush ka parë jetë private ndërmjet 2 të ardhme të punës, kur ka qenë punë shtet në polici dhe kur ka qenë në punë private, ai nuk të bëhet më polic. Vetimu që u bë na prokurorët dhe gjyqtarët duhet ishte bërë dhe për policën. Realisht ju mendoni se shumë operacione dekonspirohen? Por që ngeci sepse e u pa që me atë vetik do të ishin 100% të policisë. Realisht ju mendoni se shumë operacione dekonspirohen? Shumë operacione dekonspirohen edhe shumë dokumentacion kalojnë të cilët mbahen si sekret nga të gjithë nga organet ligjzbatuese, janë sot në duart e organizatave kriminale. Avokat, në mendimin tuaj, e vjen që në polici të ketë inkriminuar të cilët kanë atje njerëzit e tyre? Unë them se po, kanë jo vetëm njerëzit e tyre, por ata kanë futur dhe njerëzit e tyre në shkollën e magjistraturës për të pasur nesër armatën e tyre ose trupën e tyre gjyqësore apo të prokurorisë, ta kemë për vete. Ky grup i organizuar apo grup i strukturuar i kanë futur me qëllim në shkollën e magjistraturës, edhe pse kanë qenë nxënës shumë të dobët, kanë përfituar, por me një qëllim që pas nesër, kur ata të mbarojnë 2 apo 3 vjet sa shkolla e magjistraturës, do të jenë gjyqtar dhe prokuror për të plotësuar të gjitha kërkesat që do vinë nga
institutet e ekzekutimit të vendime penale, na burgjet me një fjalë. Avokat, duke marrë parasysh ditët e fundit, autoritetet italiane, më saktë Roberto Rossi, prokuror i Barit, ka deklaruar se mafia shqiptare është më e rrezikshme në Europë dhe separat po i investojnë lehtësisht në Shqipëri pasi grupet kriminale kanë kontroll të madh mbi strukturat institucionale të vendit. Deri në çpik, në opinionin tuaj, mund të kenë deportuar këtë grup kriminale në strukturat e shtetit? Unë mendoj që nga qeveria, nga ministrat, zëvendësministrat, drejtorët, deri ke shefat e policisë apo shefa komisarati, të cilat i shërben këtyre. Edhe i shërben si ekzekutivit, po edhe politikës, sepse po shikojmë që në zgjedhjet politike po fitojnë ata që pretendojnë vetë antarët e grupit strukturuar kriminal. Pra një pjesë e deputetëve që kemi neve sot, që nuk din të flasin ose të tonë një fjalë, lidhur me fatet e zhvillimit të këtij vendi, duke qenë se janë të blerë nga grupet e strukturuar kriminale, ata do bëjnë rolin e tyre për aq kohë sa janë të zgjedhurit e atyre dhe me shumicë votash, gjë që nuk i kanë marrë si persona vetë, por i kanë marrë vetëm në emër të grupeve strukturuar, në emër të elementit këjbërës. Avokat, ju pak më parë thatë se këto lëvizjet e shpeshta të drejtuesve të policisë së shtetit nuk i pat pra si pozitive. Megjithatë, pak ditë më parë u zgjodhi dhe kreu i ri i policisë së shtetit. Nuk e bën dot një njeri vetëm, një njeri vetëm nuk mund të arrit. Qoftë ky të marrim edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të marrim shefi më të mirë të policisë që ka Amerika, nuk arrin dot të përballoj. Situata është aq e rëndë sa ka qenë dikur në gjyqësor apo në prokurori që duhet ndëruar 60-70% e ekipit që punon, e njëjta gjë duhet të ndodhi dhe në Shqipëri, ku 60-70% të punojësve të policisë, qofshin këta me grada drejtuesa të drejtorisë policisë apo drejtorisë vendore, apo çdo lloj shërbimi, janë të implikuar. Shikoni policinë në qarkullimit rrugor, që aty që është pasqyrë e shtetit, në përballjen e parë që bën me të huajt, gjë e parë o do i ndalosh, o do vë gjobën, pa asnjë lajmërim, pa edhe kot. Pra nuk mendoni se me ardhjen e drejtorit të ri do të ndryshojë ndonjë gjë? Absolutisht nuk ndryshon gjë. Nuk ndryshon dot gjë nëse nuk ndryshon sistemi. Vetëm sistemi e ndryshon policinë në këtë rast. Shefat, drejtori policisë do vi, nuk e din sa afat do ketë, 6 muaj, 8 muaj, një vit mund të kenë edhe përsëri do të jetë në rrugë si që kam pasur fatin e gjithë tjetër. Këtu unë bëj përjashtim, mbase kam gabim, për i vetmi nga drejtorët e policisë që guxoi të vepronte ishte Gledis Nano, që guxoi të veproj pro interesave të vendit vet, edhe një ditë të bukur e pa vetë të shkarkuar. Shkarkuar sepse nuk e donin pikërisht këta njerëz që ne po flasim deri më sot, që vendosin fatet e këtij vendi. Prandaj kemi një zbrazje të tepruar, po na ikën rinia, po na ikën gjithë specialistët, po na ikin të gjithë personat të cilët dalin me medalje ari, po na ikin jashtë shtetit, pasi nuk shikojnë asnjë perspektivë në Shqipëri. Në Shqipëri perspektivë ka llumi. Ai që ne themi fjala llum është ata të fortët, të cilët ta kanë mbështetje nga policia. Ndërkohë, ditët e fundit ka ndodhur edhe një sër sulme kibernetike në institucionet më të rëndësishme të drejtësisë. Ju si e shihni këtë situatë në të cilën ndodhemi dhe sa të rrezikuar jemi? Ka vite që ndodh, nuk është se po ndodh në 2026. Ka vite dhe Shqipëria ishe pa përgatitur për këto sulme kibernetike, por mendoj që aktualisht po afrohen një stres edhe shteti ka ndryrë edhe në paga e sistemit të IT-s, duke marrë më të mirët, po deri tani teknologjia është avancuar nga grupet kriminale, sa do të rizgjojmë ne me vite, mbrapa ata janë me vite përpara. Çfarë duhen? Jo, së fundi ishte një pjesë, një celule vogël në drejtorinë e përgjithshme të burgjeve, që arriti përgjonde spakun, për interesat të caktuar. Kur arriti celula
që ishën dhe krerët e celurës të drejtorisë përgjithshme të Burgje, imagjino të tjerë personazhe që hynë me lehtësi më të madhe në këto sisteme. Dhe jo më grupe terroriste të cilët sulmojnë grupe akoma më të fuqishme, që janë të Shtetet Bashkuara të Amerikës, Anglisë e të gjitha, jo më Shqipërinë, që Shqipëria është akoma pothuajse e zbuluar. Mi që nuk kemi materiale tepër sekret, sepse do na i kishën marrë. Kemi materiale pune të cilat ata mjafton tensionin apo trysnia që ushtrojnë, është që lloj presioni mbi institucionet shqiptare. Po jo se përfitojnë ndonjë material apo ndonjë të dhënë, se nuk kemi. Ne jemi një vend që ne më shumë e nxjerrim me gojë se sa e nxjerrim në rrugë elektronike. Avokat, a punojnë sistemet të cilat ju duhet të aksesoni në punën tuaj? Rrogën e marrin, të gjithë e marrin në rrogën, po a punojnë, apo s'punojnë, apo janë të ndërgjegjshëm për punën që bëjnë, tregon që niveli i Shqipërisë është shumë larg nivelit evropian, dhe ajo motua që ne do hyjmë në këtë vit apo vitin tjetër do hyjmë në Evropë, jemi shumë larg. Unë, kur kam pyetur një pedagogun tim në vitin 90 që kur do të bëhet Shqipëria, ai më tha, për 30 vjet, 40 vjet. Them, pse kaq shumë? Thotë që unë nuk të thash 100 vjeta, desha mos të mërzisja, pa 30-40 vjet s'keni për të bërë kurta si shteta. Edhe kjo po ndodh tek neve. Që këtu një grush njerëzit që thonë që nuk ka oligark, ka njerëz shumë të pasur që po ngrënë gradacela në çdo cep të botës, po ka dhe një njerëz që vete në pazar blen një kokër domate, një kokër moll, një kokër qep, një varfëri të teskashme, ose s'kan lek për të bler ilaçe, pa hyrë në pavionet e tjera. Unë kalova vetë një sëmundje të rëndë dhe që për Shqipëri do kisha vdekur sot për mungesën e ilaçeve ose afrimin shëndetësor që të bën në Shqipëria, për skemat që organizohen vetë shteti shqiptar. Avokat, unë të falenderoj shumë për bisedën, kënaqësi që të kisha në studio. Faleminderit juve.